Ajo erdhi në skenën e Albania's Got Talent, plot sharm me fines. I vlerësova timbrin e zërit, por e kam këshilluar të ketë kujdes me intonacionin. Të shohim nëse ka reflektuar. Ftoj në skenë Ilisea Ndreu. Ilisea, më pëlqen shumë siguria jote në skenë. E admiroj. Ishe si zakonisht, fantastike në lartësit dhe në falseto. Më pëlqeu gjithçka që bëre sonte, posaçërisht përzgjedhja e këngës dhe një bravo e madhe nga une. Shumë faleminderit. Ilisea shumë mirë sonte. Besoj se nga audicioni e sot dukesh që ke reflektuar dhe punuar. E solle materialin në mënyrë shumë dinjitoze, ishe shumë më intonuar se gjatë audicioneve dhe kishe natyrisht shumë më pak emocione, por kjo është e natyrshme dhe kuptueshme nga ne. Bravo për sonte, më pëlqeve shumë. Ilisea, sot në këto ditë ju i keni modelet skenike pak më të prekshme edhe më të lehtë le themi, si pasojë e buburimit që mund të bëni, kështu që ndryshe nga brezi jon le themi, të cilët dashur pa dashur donin të krijoni një lloj identiteti tonin, sepse nuk kishim edhe shumë burime, kjo ju jep një avantazh shumë të madh.
Unë nuk do të bëhem ai plan prishësi, si me thënë në disa detajet vogla, sepse jemi në netët gjysfinale, si që tha edhe Elsa ke një progresion goxha të dallueshëm nga faza e parë dhe sot, ishe inkorporuar me gjithë shka që kishe përgatitur, kështu që shumë mirë edhe nga mua sonte. Unë të vlerësoj në mënyrë të veçantë, sepse brenda këtyre tendencave, që mbase mund të quhen logjike, në përgjithësi brezi yt, vajza apo djem kryesisht vinë dhe këndojnë këngë anglisht, italisht, frëngjisht, dhe shumë rrallë i dëgjojmë në shqip. Unë jo për të treguar se shiko, muzika jonë për atë që është, dhe nuk mendoj se kemi muzikë të keqe. Pikërisht për zgjedhjen që kështë bërë, unë të falenderoj, pastaj për sa i takon interpretimit e zërit është një bravo për ty. Shumë faleminderit gjithëve. Ende ka shpresë për finale, ha? Ende ka. Si ndjesh, mirë? E kënaqur nga performanca jote? Shumë. Më shumë se era ka Ke siklet? Ja. Hoqe qafe, një punë, një bartë. Po. Urime shumë sukses.